Prokuroria themelore në Prizren njofton opinionin publik se ka kërkuar nga gjykata themelore në Prizren caktimin e masës së paraburgimit në afat prej 30 ditësh ndaj të dyshuarit me iniciale FB, i cili gjendet në ndalim 48 orësh për shkak të dyshimit të bazuar se i njëjti ka kryer veprën penale, vrasje e rënd, nga neni 173 nën paragrafi 1.3 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Sipas kërkesës së prokurorisë, i dyshuari me iniciale FB më datë 20/1/2026 në fshatin Restelic të komunës së Dragashit në shtëpinë e tij familjare ku jetonte së bashku me viktimën, me dashje privon nga jeta nënën e tij, viktimën TB, në atë mënyrë që fillimisht e godet me grusht dhe në pjesë të ndryshme të trupit dhe më pas e shtrëngon për fyti dhe me duar, me çast viktima nga lëndimet e marra ndron jetë në vendin e ngjarjes. Me këto veprime, i njëjti dyshohet se ka kryer veprën penale vrasje e rënd sipas kodit. Prokuroria themelore në Prizren vazhdon të mbetet e përkushtuar në luftën ndaj kriminalitetit, forcimin e sundimit të ligjit dhe vënien para drejtësisë të gjithë atyre që bien ndesh me ligjin. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani nënshkruajt bashkë me Donald Trumpin dhe lider të tjerë botror themelimin e Bordit të Paqes në një ceremoni të organizuar në Davos të Zvicrës. Në podium Osmani dhe Trump ishin edhe lider të tjerë botror si presidenti i Argjentinës Javier Milei dhe kryeministri i Hungarisë Viktor Orban. Në total, ata ishin 17 lider meshkuj dhe vetëm Vjosa Osmani femër. Bordi i Paqes do të përbëhet nga lider botror dhe fillimisht të konceptua si pjesë e planit për ndërtimin e Gazës, por mandati i tij është zgjeruar më pas. Të mërkurën 7 vende përfshirë Arabinë Saudite, Katarin, Turqinë dhe Egjiptin njoftuan se do t'i bashkohen bordit. Izraeli ka konfirmuar gjithashtu publikisht pjesëmarrjen e tij. Një numër vendesh kishin aderuar tashmë, përfshirë Marokun, Bielorusinë dhe Bahreinin. Kanada, Rusia dhe Mbretëria e Bashkuar janë mes vendeve që janë ftuar gjithashtu. Këtë mëngjes, sekretarja jashtme Iet Cooper i tha BBC se Mbretëria e Bashkuar nuk do të jetë nënshkruese sot, duke përmendur shqetësimin lidhur me përfshirjen e presidentit rus Vladimir Putin. Edhe kryeministri Edi Rama ka marrë ftesë për të qenë pjesë dhe e ka planuar atë. Vendimi pritet të miratohet këtë të njëjtën në parlament.